Përshëndetje dhe mirë se vini në fan club. Më lejoni të uroj nga zemra gjithë besimtarëve musliman gëzuar Fiter Bajramin, uroj që gjithë sakrificat tuaja edhe lutjet tuaja të jenë pranuar, uroj që zemrat tuaja të jenë plot dashuri dhe harmoni. Do të jemi shoqëria e njëri tjetrit sot në këtë drek Bajrami, sepse kemi vërtet shumë për të trajtuar. Mbrëmjen e djeshme pam një prime të jashtëzakonshëm ku u njohëm me datën e finales. Me datë 19 prill do të shpallet finalisti i këtij edicioni të Big Brother VIP. Më në fund do të flasim për shumë gjëra, ethet e shtëpisë më të ndjekur në Shqipëri do ja rriten sa vjen, sa vazhdon, sa ecin ditët, sa më shumë afrohet finalja, shumë emocione, shumë dinamika të nxehta, kështu që pa humbur kohë menjëherë përshëndesim opinionistët, Mirdita Ronaldo, Mirdita edhe ty Shqipe, përshëndesim gjithashtu edhe të ftuarit që janë me ne në studio. Arion Muça, moderator dhe opinionist, dhe Bruno Shemsho, ish konkurrent i përputen. Përshëndetje. Atëherë, me që po flasim për datën, është shpallur data e fituesit të këtij edicioni, cilët janë 4 banorët që e meritojnë atë vend, Arion? Me datë 19 është finalja e madhe, kështu që me datë 19 do të shpallet edhe fituesi, kështu që finalistët me siguri janë shumë të rëndësishëm, po gjithashtu ne presim kush do ta fitojë këtë edicion të jashtëzakonshëm të Bigut. Mendoj që meriton absolutisht finalen Gjesti, Rozana, Laerti dhe për mendimin tim për shembullin e djalit të mirë, edhe pse nuk ka bërë një lojë shumë të bukur Big Brotheri, pra s'ka qenë lojtari mirë, Aldon. Vetëm Aldo ti e ke edhe mik. E kam shumë mik dhe mendoj që meriton dhe figura e jo lojtarit të jetë në finale. Pse? Sepse Bigu është padyshim loj, është padyshim eksperiencë shumë e bukur, por ka ditur në çdo edicion të përçojë edhe vlera. Shumë e kanë kritikuar, shumë kanë thënë që është skuth, po nuk mund të jesh skuth kur je 24/24 me kamera, sepse bie që nuk je skuth, se po të shohin të gjithë dhe po të komentojnë të gjithë. Dhe unë mendoj që ka shumë merita që mund të çojnë në finalen e madhe. Jo fitus, sepse ky Big fitohet nga lojtarët e fortë, por e meriton për mendimin tim finale. Rrugtimin e tij. Urdhëro? Nuk e shet të fortë në rrugtimin. Jo, nuk ka qenë ai lojtari që unë shpresoja. Ka bërë paqe me karakterin e tij dhe nuk ka dashur të vjet në lojë 100%. Nuk është hedhur all in në këtë eksperiencë. Por finalen për mendimin tim e meriton. Si e ke parë rikthimin e tij në primin e mbrëmshëm? Duhet të rikthente? Unë nuk i kuptoj shqiptarët, jemi sinqert. Unë publikun që jam vetë nuk e kuptoj ndonjëherë. Jepet mundësia të zgjedhësh këtë eliminosh nga shtëpia, dhe me gjithë respektin që kam si Jozin për Jozin si djalë, po si lojtar nuk e shoh një lojtar më të fortë se Aldo. Të paktën për vlerat që të thash më sipër në lidhje me Aldon. Dhe kur zgjidhet të qëndroj Jozi dhe të largohet Aldo, a priori ajo bileta e kthimit ishte dhurat nga Zoti, apo nga Gjesti në këtë rast, mendoj që ne si publik ndonjëherë duhet të dim t'i vlerësojmë edhe vlerat, dhe jo vetëm kapacitetin e një lojtarit për të qenë interesant në lojë. Ja, e qartë. Arioni më duket që kur është futur në përputhen nuk e njeh mirë kam përshtypjen Big Brotheri, sepse je pak kontradiktor, pra thua që dhe Aldo është njëri me vlera, por nga ana tjetër edhe Jozi është djalë shumë i mirë, por s'ka qenë lojtar shumë i mirë. Jo, ndoshta nuk më dëgjove, jo se nuk e dëgjova. Nëse më dëgjove duhet të më kuptosh atëherë. Ndoshta tani ky është justifikim, mund të dëgjosh shumë mirë. Jo, është justifikim as pak. Mos krijo debat kot, publiku shqiptar nuk e mos krijo debat kot. Un kam një logjik dhe kam të drejtën në logjikën time. Mos më kundërshto thjesht për të kundërshtuar. Jo, nuk themi që publiku shqiptar, sepse un ta shpjegova shumë mirë, nëse se kuptove dhe do thjesht të më kundërshtosh, po mbyll gojën dhe më kundërshto. Të thash që Jozin si djalë e kam njohur shumë pak dhe si lojtar nuk më ka pëlqyer, duke përfshirë këtu dhe zarfin e zi që ka marrë. Dhe mendoj që, dhe ta shpjegova këtë gjë, nëse se kuptove, po ta përsëris, që shqiptarët, ne, publiku, ndonjëherë në këtë lloj formati mund të çojmë sipër jo të fitoj, edhe vlerat, jo vetëm lojtarët e mëdhenj. Po pse finalistët e tjerë nuk kanë vlera? Pra pse Laerti nuk ka vlera që shkon finale? Pse Sepse Laerti, nëse do të analizojmë nga ana njerëzore, ka pas shumë
momente të cilat nuk kanë qenë fort pozitive në lidhje me marrëdhëniet që ka patur me vajzat. Ja, këtë punë të komentoj. Big Brotheri nuk është një program mëshire ku ne duhet të mëshirojmë njerëzit sepse ky është djalë i mirë. Mëshirim, po ti pra the, ai është djalë i mirë, nuk ka bërë lojë pa hajta në finale. Nuk thash mëshirim. nuk e thash të Aldo është deri në këtë pikë të lojës sepse ka pasur fat, sepse shumë televotime ku Aldo ka qenë në Big Brother janë anulluar për shkak të zarfeve të zi dhe Aldo ka shpëtuar siç shpëtoi mbrëm me biletën e kthimit. Po pra, sepse keni kjo është një e kuptuam, do doja të dëgjoja pak edhe Brunon. Po. Doja të dëgjoja pak edhe Brunon se kush janë sipas ti. Kemi shumë për të diskutuar, prandaj kërkoj ndjes. Bruno, sipas teje, kush e meriton një vend në finale, sepse mund të jenë 4, mund të jenë edhe 5, ne nuk e dim këtë. Atëherë unë do e zëvendësoja shumë lehtë Aldo në këtë rast me Jozin, për vetë faktin sepse Big Brotheri sipas opinionit tim të jashtëm, them që është një vend ku ti duhet të tregosh shumë ngjyra dhe të luftosh për atë vend. Nuk jepet finale e thjesht sepse je djalë i mirë, sepse në Big Brother nuk futesh që të tregosh vetëm që je djalë i mirë, mendoj unë. Kështu që Jozi, përveç që ka dhënë humor, që është pjesë e karakterit të tij me batutat që ka dhënë, ka dalë me zarfzi. Ka dalë me zarfzi, sepse siç është thënë edhe në Big Brother, gjesti bën, si të thuash, hap gropat që të bien konkurrentët brenda. Dhe përveç Jozit ka një lojtar nuk mund të jetë për finalen sepse ka dalë me zarfzi. Po pse ti shokët e tua që kanë ofenduar shokët e tua kanë ngjyra pra. Shikoj, ne jemi njerëz dhe në gjakin e sipër lejohet edhe të ofendosh dashje pa dashje. Jo, nuk lejohet. Lejohet dashje pa dashje, të gjitha kemi bërë. Po jo pra në atë lloj formati, jo në atë formati ku të shoh. Po jo, ti nuk e ke bërë për shkakun në format të tillë që lejohet. Asnjëherë nuk kam ofenduar. Fare është këndvështrim, qasje. Po pse duhet të jetë me do e mos një format ku të tolerohet diçka? Ne zgjedhim të jemi ashtu. Një çift i vetmi çift që është në finale që mund të jetë është Loredana me Jozin, se s'ka çift tjetër, mendoj unë. Në Big Brother nuk ka një çift tjetër. Potencialisht edhe Egli me Gjestin. Jo, s'janë çift. Nuk janë çift, jo, absolutisht, por mund të jetë kjo dyshe në finale? Kështu siç po shkojnë dinamikat e lojës, nuk mendoj që Egli meriton që të jetë në finale, pasi me daljen e saj dhe me mesazhet që i ka përcjell publiku ka treguar që ajo mbështet Gjestin. Edhe duke hyrë përsëri në Big Brother dhe duke bërë këtë lloj loje që po bën, përsëri po është mbështetëse Gjestit në këtë rast. Edhe thjesht do që të ndihmoj Gjestin që të arrijë lart e më lart në këtë pikë. Okej, shumë e qartë. Gjatë këtyre ditëve në fakt Rjeti ka zgjerë për një tjetër situatë, një deklaratë nga Gert Ferra e bërë në një intervistë në Top Albania Radio, ku në këtë intervistë ka thënë që ka hedhur disa hipoteza, duke thënë se Egli ka lënë një marrëdhënie pezull jashtë asaj shtëpie. Madje ka thënë se marrëdhënia është me një instruktor palestre i cili quhet Mario dhe ka shtuar që ka qenë pikërisht ky i fundit që e ka shoqëruar Eglin në ambientet e Top Channel. Natyrisht të deklarata mbeten në kuadër të thashë themeve, por ne si fan club përpiqemi të shohim si qëndron e vërteta. Për këtë arsye do të flasim tani me kunatin e Eglit, Giulio, i cili është me ne në një lidhje telefonike. Përshëndetje, Giulio, më dëgjon? Përshëndetje, Edi. Përshëndetje, Giulio. Faleminderit që je pjesë e fan clubit. Besoj që na ke ndjekur deri tani. Dhe do doja të pyesja, çfarë ke për të thënë rreth këtyre deklaratave që janë bërë në lidhje me Eglin? Po, e kuptoj tani. Mund duken pak qesharake se sa nuk po dëgjojmë, sa nuk shikojmë. Edhe shohim njëri tjetrin në shtëpi dhe qeshim. Se kanë dalë shumë veta që flasin, si kanë folur me familjarët e Eglit, po familjarë i Eglit jam unë e nuk jam ime. Kështu që ke qenë ti personi që e ka shoqëruar Eglin në Top Channel? Tani, unë Eglin e ka shoqëruar që nga dita e parë, vazhdoj vetët e Top Channel më njohin gjithë, e din që jam unë për prezent pranë Eglit, nuk e di nga i shohin këto filma. Pse mendohen se bën këto deklarata atëherë të rreme për të? Po ti shiko kush i bën, domethënë gjithkush do pak vëmendje. Është normale. Ti e mohon kategorikisht gjithë to deklaratat. Shumë e lehtë për ta zgjidhur. E di gjithkush aty. Që nga zotërin që janë të trau, që më kam parë që ditën e parë që e kam çuar, dhe deri më sot, edhe në fund të kësaj eksperience. Do doja të... Shumë e lehtë për të zgjidhur. Marion, këtë djalin në fjalë, ju e njihni? Po, e kam shok. Okej. Kam vite që e njoh.
Pra janë totalisht... Është instruktor palestre dhe nuk ka asgjë të keqe se këtu në Shqipëri kështu funksionon. Ta bëjnë këto dashnor, ke frikë me dalë me imazh ta bëjnë dashnor. Çdo temë mund të ketë shok, mund të ketë familjar, mund të ketë... Në mos gabojmë është edhe mik i Eglit, kështu që... Po, thjesht ta që dalin flasin, shohin lajme të 2002-shit, 2003-shit edhe fillojnë flasin për vëmendje. Okej. Temi. Shumë e qartë, Gjulio, por përfitoj pak nga kjo telefonat për të pyetur edhe si e sheti Eglin në lojë pas rikthimit së saj në shtëpi. Tani Egli vendosi të rikthej për ata qindra mos e mira njerëz që për një javë nuk kanë pushuar duke komentuar, duke na shujtur riktheni Eglin, duam të shohim Eglin mrena në shtëpi. Por dhe për veten e saj, pasi unë si ajo mendoj që meritone të dilte nga ajo shtëpi ky shyri duke qeshur. Publiku vendosi ta rikthejë dhe besoj ka bërë gjën e dur. A e shihni më mirë se herën e parë? Ajo shtëpi duke qeshur. Më fal? E shihni më mirë se herën e parë? E shihni më mirë në këtë pjesë të dytë, në këtë rikthim? Tani unë e shoh që po ecën me tru, nuk po dëgjon më zemrën. Okej, shumë i qartë, faleminderit Gjulio, faleminderit që ishe pjesë e fan klubit. Po më thuaj, çfarë duhet të thoje? Më fal, a jemi live? Po, live, patjetër që jemi live. Okej, bëj të fala gjithë atyre që flasin për Eglin. Shumë faleminderit, e di respekte. Ishte, se dëgjova, më falni. Bëj të fala gjithë atyre që flasin për Eglin. Okej, bëjmë të fala, patjetër, ishte një kunj kjo. Për ty shumë respekte, përshëndes. Okej, e vlerësoj. Faleminderit, Gjulio, që ishe me ne, dhe falenderojmë. Dhe ne falenderojmë Eglin që na jep material çdo javë që të flasim për të, edhe ne falenderojmë që po shkon sa më poshtë në lojë dhe ne kemi mundësi ta komentojmë këtu. Shumë e lumtur për këtë. Po Ronaldo do të thotë diçka? Unë realisht nuk e kuptoj se si personazhe si Gert Ferra, në të cilën unë kam pasur të njëjtën linjë, kur ai në këtë studio, si në shtëpinë e Big Brother VIP, vazhdon dhe shpif për banorët e Big Brother vetëm për të qëndruar në vëmendje dhe në vend që të bëjë teatr, del dhe merret me gjëra sido që të jenë shërën si ka. Më kupton, nuk mund të merremi me banorët Big Brother me thashë theme që dëgjojmë korridoreve apo rrugëve të Tiranës. Po, se në fakt doja të pyesja për këtë. Mendon se këto deklarata në këtë pikë të lojës, Ronaldo bëhen pozaçërisht për të dëmtuar lojën e banorit në fjalë? Nuk besoj që Gerti ka interes të dëmtojë lojën e Eglit sepse Gerti tashmë është jashtë. Thjesht Gerti ti nevojitet një highlights në portale. Rikujtoj këtu për të gjithë fansat e këtij formati dhe ato që kanë kuriozitet, Egli Tako ka qenë tek emisioni Himno i Diellit para 2 vitesh dhe pikërisht këtë lajm e ka sqaruar. Kështu që Gerti një ditë të bukur e ka parë këtë lajm dhe vendos ta rikthejë në vëmendje, gjesti i cili në fakt mua s'm pëlqen fare. A do merremi me lojën e Eglit brenda Big Brother? Dakor, të merremi. Po të merremi me thashë theme që dëgjojmë jashtë shtëpisë së Big Brotherit, më duket shumë e turpshme. E qartë. Atëherë, dhe ne që jemi në këtë temë, Egli shpeshherë e ka akuzuar Gjesin për një lidhje lënë pezull jashtë shtëpisë, tani e njëjta gjë po i ndodh Eglit që e bën deri diku të njëjtë dhe atë. Bruno, si mendon ti se do e marrë ajo këtë lajm kur të dalë jashtë? Atëherë, unë po marr shkas pasi njoh edhe Mario në këtë rast, e kemi ndar palestrën bashkë, jemi shok, edhe dua të them që unë personalisht merrem komplet me fokusin të loja e Eglit në këtë rast, edhe nuk besoj se ka interes dikush që të di jetën private ose çfarë ndodhi jashtë atij formati, paktën ne që jemi në këtë studio. Edhe çfarë doja të shtoja është që Egli në këtë rast në këtë format, në këtë pjesë të lojës nuk ka treguar në një situash koherencë me çka ka shprehur jashtë edhe me çka po vazhdon në rrugëtimin e saj brenda. Prandaj si të thuash edhe unë në këtë rast e gjykoj për lojën që po jep atje brenda dhe nuk është fare konsistente. E kuptoj, shumë e qartë. Gjatë kësaj jave kemi parë edhe një tjetër moment shumë emocionues, shumë të bukur, surpriza e Gjesit nga prindërit e tij. Një moment që ka nxitur shumë komente në rrjet edhe fill pas surprizës prindërit e Gjesit kanë dhënë disa deklarata, një intervistë ekskluzive për Fan Club. E ndjekim dhe rikthehemi në studio. Shumë vështirë, mall plot.
Nuk mujta me qa, nuk mujta me mërzit, se unë ke shumë i knaqë i lumëtën që e vizitova, kështu që më hek malli me krejt. Sa ndryshe nga djali që ju njihni jashtë shtëpisë së Big Brother VIP u zhdukur gjesti? I njëjtë paka shumë e shpejt, është i qetë, është i sjellshëm, nuk ofendon. Këtu e mendoj presioni më i madh. Tash ka shkuar gati normal që mërzitet. Si keni përjetuar debatet e gjestit me Xhibanin? Kjo është lojë. Mundet me pas ka pak përqamje, ka apet rrim bashkë. Xhibani normal që kanë pas ka pak mas farveshje, po unë e kom po do vend Xhibani ja ka pusë edhe kryt. Ja ka pusë kokën, edhe kanë pas shoqëni masane prap. Edhe mas i duhet Xhibani dytën herë, prap gjesti e veti e pyti për babajn, si e ka babajn, ndaj Xhibanit nuk maj kur farë retje, kur farë sen. Se është loj, është sen që të ndodhin për qamje, ndodhin sen, se kjo kuptohet. Po situata me Jozin, ju ka prekur? Na ka prek pak ajo situatë, se na e dim se Kosovë, Shqipëri, jemi një. E kem një gjak edhe kem një nënë shqiptare. Në qofë si aje kesh përdor një nënë shqiptare edhe aje kesh përdor edhe vetën se ne jemi një gjak. Nëse gjesi ja ka këthyt njëjtën mënyrë, ka pas drejt edhe aje, po gjesi s'ka ofendu asnjë njeri atë. Në raport me Eglin, çfarë mund të na thoni dy fjalë? Falenderojmë shumë Eglin. Edhe respektojmë familjen e Eglit, edhe për çdo sen, qysh i kërkoj falje gjesti, i kërkojmë falje edhe na Eglit, familjes e krejt, se nuk kem qef me asi farsani me kesh përdor, ose me pa në pozit keq ose diçka. Kem qef me pa sa më të lumtun edhe miru sukses të njëtën. A mendoni se do lind një romancë mes tyre? Se di. Këtë në varet të ata dytë. Na prind, çfarë do të ndodhë, jemi të pajtimit. I përkroj. Sipas jush, kush është kundërshtari apo kundërshtarja e tij më e fortë në lojë? Nuk e di për zotin tonin të fortë mirë, nuk muj me të bo dallimin kërkon. Po nëse gjesi del kokë më kokë me Egli në finale? Kokë më kokë, kom qef, jam e fitu dytë, jam e dal dytë. Ja kur rikthyen në studio dhe vazhdojmë me diskutimet, Arjan, të pyetur nga fan klubi se cilat kanë qenë situatat e gjestit, cila ka qenë situata që i ka prekur më shumë, ato përmendën Jozin. Si e mendon, si e komenton? Është ajo që thash edhe në hapje në lidhje me lojën e tij. Mendoj se nëse ka bërë disa gabime, kanë qenë pikërisht këto, gabimet të cilat e nxorën Jozin me zarfin e zi. Në lidhje me si mund të jetë ndjer gjesti, ata e shprehan më së miri se si është qëndrimi i tyre dhe mendimi i tyre. Unë mendoj që në një lojë ka disa rregulla. Edhe në lojën e Big Brotherit mendoj që duhet të ekzistojnë disa rregulla. Rregulla njerëzore, rregulla se si ne ndërveprojmë, rregulla të shkruara dhe të pashkruara. Kur të kalojnë ato rregulla, mirë do ishte që të ndodhte ajo që ndodhi me Jozin. Unë nuk besoj që Jozi do vërtet t'i thot ato gjëra me të keqe, pra nuk mendoj që është dashakejësia në thelb emocioni i tij që do të ndërveprojë me të tjerët, po mendoj që ndonjëherë thjesht sillet si i papjekur. Po. Na ndodh të gjithë dhe kjo po. I thot pa vedi e sipër. Mendoj se nuk e kupton apo nuk arrin dot të japi peshën e vërtet fjalëve që nxjerr ndonjëherë nga goja. Pa vedi e sipër. Një falje në fakt erdhi prej tyre karshi familjes Eglit dhe a mendon se me një farë mënyrë nuk bien dakord me të gjitha sjelljet e djalit e gjestit, prindërit? Dgjoj, unë nuk di të them se si ndihen ata, po ata e shprehen shumë mirë se sa dhe se si ndihen në lidhje me djalin e tyre. Në intervistën që dhanë. Nuk di të ta komentojmë, ata besoj se folën mjaftueshëm. Unë nëse do të isha prindi i gjestit në këtë rast, do isha deri diku krenar për lojën e tij, por kur ta ktheja në shtëpi do i kisha mbajtur disa pika rezervë, do t'ja kisha numëruar 2-3 gjërat i thosha, djalë, në këtë aspekt duhet maturohesh, në këtë aspekt duhet maturohesh, në këtë aspekt duhet maturohesh. Mos të harrojmë që është 23-4 vjeç, sa është? Po, është 24. 24 vjeç. Ne pretendojmë, na që e shohim si lojtar të fortë, lojtar dinamik, që ka luajtur në dy Big Brother, na duket se duhet jetë edhe një 40 vjeçar. Aty 40 vjeçarët për shembull kanë dështuar. Ndërkohë nga ai presim shumë ose presin shumë, ndërkohë është vetëm 24 vjeç. E qartë, Bruno, sipas këndvështrimit të në gjithë rrugtimin e gjestit, sa përqindje ka Egli në këtë rrugtim? Domethënë, sa përqindje është prezent?
100% e Big Brotherit këtu në Shqipëri ka qenë prezent Egli dhe mendoj që Egli ka dhënë gjithë dinamikat e mundshme e Gjestit për të përballuar këtë lojë dhe si të shikosh dhe i pëlqyer nga publiku në këtë rast. Unë mendoj pa Eglin, siç e kemi parë edhe gjatë mungesës së Eglit, Gjesti nuk kaloi në atë shtëpi dhe zëre se fiket. Edhe me rifutjen prapë të Eglit i ka dhënë dinamika përsëri Gjestit për t'i trajtuar, edhe siç e shohim Gjesti përsëri po shkon pas Eglit. Po e kërkon me ngulm që përsëri të jenë bashkë, përsëri po ndërlidhen situatat bashkë edhe kundra Rozanës, siç e kemi parë në kohët e fundit. Kështu që unë mendoj se Gjesti pa Eglin nuk bëhet. Po, këtë gjë në fakt e kemi vënë re të gjithë gjatë kësaj jave dhe pse mendon ti se vjen kjo qasje pikërisht këtë periudhë, këtë ditë? Atëherë, unë Gjestin e kam trajtuar disi, se nuk do të përdor terma që nuk më përkasin, po gënjeshtar patologjik, pasi në gjithë rrugëtimin e vet, duke trajtuar, do me thënë, si një konkurent që nga Big Brotheri që ka qenë më përpara dhe der këtu të rrugëtimin në Big Brotherin e Shqipërisë, ka treguar një histori të jetës së vet, e cila nuk konsiston me atë çka ai paraqet sot. Ai ka fol për dhunën në familje, ka fol që nuk do një prej familjarë tjetër që babai e ka dhunuar dhe ka larguar nga shtëpia, kurse këtu paraqet dikë që është situatë me dëmshuri që ka kuptuar gabimin e vet, por unë nuk mendoj që ai ka kuptuar ende gabimet e veta dhe nuk si thua është maturuar në atë pikë, siç e tha dhe Arioni, që të marrë vendime dhe të burërohet, si të thuash, me anë të kësaj rrugëtimi, me anë të këtij rrugëtimi. Shqipe, ti çfarë mendimi ke? Do doja të pyesja. Pse Gjesti ka frikë të luaj vetëm në këtë pikë të lojës? Unë nuk mendoj që Gjesti ka frikë të luaj vetëm, por mendoj që Gjesti po kapet mbas disa lojtarëve, kryesisht Rozanës dhe Eglit. Mendoj që me Rozanën do të kryej atë dinamikën e fortë, kurse me Eglin e ka aty, domethënë, për të folur si ndihet, ç'a bën, çfarë lodrash do të blej në një të ardhme, ose mund të flasi edhe për murin kinez, më kupton, kështu që e ka shumë si loj më tepër. Strategjikisht e nxjerr si lojtar të fortë kjo? Strategjikisht 50-50. Mendoj që shumë më i fortë ishte me Rozanën kur kishin atë dyshen. Do me thënë, flisnin për loj, për strategji, po edhe se si mund të përfshin gjithë banorët në dinamikat e tyre. Kurse me Eglin nuk është se shoh në loj, do me thënë, wow. Dinamika më e fortë sapo ka nisur. Gjesti, Rozana. Dhe me thënë drejtë, Rozana ka zënë një vend shumë të rëndësishëm në dinamikat e të gjithë banorëve. Do me thënë pa Rozanën, unë po mendoj që nuk ka dinamika ishtë fuqishme sa të thuash, okej, kjo është parsore. Po mendoj që Rozana është një nga personazhet, do me thënë e ka arritur në gjithë rrugtimin e vetë, që tjetë kryesore në atë shtëpi. Dhe pa Rozanën nuk ka dinamika, mendoj. Arion, para se të kalim në publicitet, flasim pak për të pikë. Në fakt, Gjesti ka pas debate ditët e fundit, është shumë të forta me Rozanën dhe është cilësuar pikërisht si një lojtar që ka tendencën të bëj gropa, le të themi, që të bien banorët e tjerë. Apo ja del ai në këtë strategji? Mendoj që ishte momenti duhur për të ndarë nga bashkësitë e tij, pra nga Rozana në këtë rast, sepse mendoj që udhëtimi i erojit e ka këtë shkëputje, edhe me aleatët e vet një moment fituesi i Bigu duhet shkëputet, nuk mund të shkojnë dy shok të ngushtë, dy aleat deri në finale dhe thjesht papritur publiku të zgjedhë një nga ata të dy. Midis më të mirëve publiku duhet të zgjedhë dhe ky është momenti i duhur për të shkëputur. Se sa i Zoti do jetë, do ta zbulojmë në datën 19, sepse publiku vërtet mund të jetë afeksionuar ndaj Rozanës dhe Gjestit. Po janë këto 3 javët e fundit, nëse nuk gaboj, 3 javë janë? 3 javët e fundit që do të japin realisht vlerat të fituesit. Në këto momente mund të themi që fitoria mund të ndahet të paktën sipas opinionit tim midis Rozanës dhe Gjestit. Po këto 3 javë janë shumë të rëndësishme. Nëse gropa e tij është kaq e thellë sa të bie Rozana Radi me moshën dhe eksperiencën që ka, ta shohim. Bruno, mendon njësoj? Jo, nuk mendoj njësoj. Unë mendoj që kur hyri Gjesti në Big Brother Albania, mendoj se loja ishte ende e re për të gjithë banorët, ishin thjesht 2 javë. Edhe nuk ishin të përgatitur, kurse Gjesti e kishte perfeksionuar hapjen e gropave diku tjetër dhe erdhi këtu dhe e kishte pak të lehtë. Me kalimin e kohës, edhe vetë banorët e kanë njohur tashmë Gjestin, e dinë që ai hap gropa, e kanë parë se është një person i cili të prek në limite, ngacmon, edhe në këtë mënyrë
disi të gjithë e kanë mënjanuar pak nga loja dhe nuk japin më atë vëmendje si më përpara, nuk e prekin më lëvizjet e gjetsit. Nuk e japin lopatën për të hap gropë. Po pra, tani po hap me duar edhe ka shumë të vështirë. Mirë, do të shohim se si do të shkojnë debatet dhe çfarë do ndodhi. Faleminderit që ishit me ne në Fan Club, faleminderit Arion, faleminderit Bruno. Ne ndërkohë do të shkëputemi, por qëndroni me ne sepse për pak do të kemi Andetën, motrën e Rozanës në studio, kështu që qëndroni me ne. Ja kur I kthyem live në këtë pjesën e dytë të Fan Clubit, dhe siç e thash, jemi në studio me Andetën, motrën e Rozanës. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në Fan Club. Atëherë kanë kaluar tashmë 100 ditë dhe ti je një person shumë I përmendur nga Rozana, një nga njerëzit më të rëndësishëm, ajo madje thotë që ti je gjithmonë aty për të, imagjinoj që të mungon shumë apo I mungon më shumë ti asaj. Kam përshtypjen që I mungoj unë më shumë asaj, se unë e shoh 24 orë në 24. Edhe kur jam punë mbaj një kufje këtej, që dëgjoj se çfarë ndodh në shtëpinë e Big Brotherit. Domethënë nuk jam shkëputur në asnjë moment. Kam qenë në datën 21 që nuk fle gjumë. Po vdes për gjumë. Cila është ajo pjesa që të mungon më shumë nga përditshmëria me motrën tënde? Më mungojnë telefonatat e mëngjesit. E mëngjesit për Rozin, se për mua është drek kur Rozi ngrihet nga gjumi. Rozit I pëlqen shumë që taketat e gjumin e mëngjesit, më mungon telefonata e mbrëmjes, më mungon kafja që pim të dyja, ne nuk shkëputemi pothuajse në asnjë moment. Edhe kur dalim dhe shkojmë diku, jemi gjithmonë të dyja bashkë. Domethënë, mbas humbjes prindërve, lidhja jonë është bërë më e fortë. 100 ditë duke ndjekur motrën tënde, që duket je një marrëdhënie shumë të bukur, më vjen mirë. Kritika, si e ke parë ti lojën e saj, kritika dhe gjërat që të kanë surprizuar më shumë? Rozi e thot shpesh, unë kështu jam dhe jashtë. Dhe njerëzit ndoshta aty brenda nuk e perceptojnë dot. Rozi vërtet që kështu është edhe jashtë. Rozi në marrëdhëniet të cilat I do, I jepet vërtet me gjithë shpirt. Por në shumicën e rasteve dhe zhgënjehet. Kur zhgënjesh jashtë në një format, siç është Big Brotheri, që është një format që në fund do dalë një fitues, zhgënjimet janë të pashmangshme. Nuk do doja që Rozi të afeksionojë kaq shumë mbas njerëzve brenda. Ky është një nga gabimet që bën Rozi brenda një formati të tillë. Megjithatë, edhe afeksioni nëse nuk e ke brenda po këtij konteksti formati, nuk do të çonte shumë larg sepse ti vetëm nuk mund të arrish deri në finale. Kjo është paktën kështu mendoj unë. Gabime tjera po, sigurisht, shoh gabime tjera të Rozi, gjatë kohëve që ose momenteve të debatit, fiksohet në një pikë dhe nuk I ndahet asaj pike derisa ta çojë deri në ekstremin e vet. Nuk doja ta rinte deri atje. Ndoshta mund të jepte argumentat e veta dhe të tërhiqe dhe të vazhdon të linte njerëzit e tjerë ta vazhdonin me mendjen e tyre debatin. Por duke I dhënë vëmendje atyre, duke I mshuar debatit vet, I jep më shumë vëmendje atyre të cilët ndoshta nuk e meritojnë ta kenë këtë vëmendje. Rozana ka pas debate shumë të forta dhe me Gjestin, me Eglin, me Gertën. Cila ka qenë situata që të ka shqetësuar më shumë? E Gertës. Pse? E Gertës. U prek një pikë që e ka vuajtur shumë dhe që vërtet më ka lënduar I vetëm Rozin, po dhe mua. Nuk është diçka që nuk e kam gëlltitur dot. Po flet për flas për situatën për të cilën kemi folur dhe bashkë në telefon, situatën kur Gerta I përmendi diçka që unë nuk do dua të përmend. Po, patjetër, shumë delikate për një femër. Si po e përjeton për mendimin tënd Rozana izolimin? Unë nuk e mendoja që Rozi ishte kaq e fortë. Domethënë duke pasur parasysh Rozin jashtë, Rozi është tip impulsiv, shumë impulsive, është nevrike. Por unë nuk e mendoja që Rozi do duronte kaq shumë. Nuk e kisha imagjinuar kurrë. Është treguar shumë më e fortë se ç'mendoja. Është efekti Big Brother. Në fakt, unë desha të bëja një pyetje Andetës, lidhur me debatin Rozana Gjesti, pra ku Rozana ishte me peshqir dhe ishte duke debatuar ashpër. Në fakt, merdi pak çudi heqja e peshqirit dhe desha të pyesja, Rozana mendon se ka bërë heqjen e peshqirit nga që u ndjen në siklet, apo ishte
për ta akuzuar Gjestin si përndjekës edhe manjar? Asnjëra nga të dyja. Ishte thjesht një veprim impulsiv në debat e sipër, për këtë jam e sigurt. Do me thënë nuk është se... Absolutisht, e bëri për lojmën. Absolutisht. Rozi ka qenë jashtë mase acaruar këto 2 ditë, unë e kam parë me shumë vëmendje, ka qenë ndoshta dhe izolimi bënd vetë, nuk jam pak 100 ditë, dhe ka qenë thjesht një veprim impulsiv në debat e sipër, për këtë jam shumë e sigurt. Po, debatet me Gjestin, si do i konsideroje? Një betejë e fundit rreth finishit? Gjesti është një djalë 24 vjeçar, i cili vjen nga një tjetër izolim, një izolim që ka filluar shumë më përpara se sa të fillonte Bigu këtu, me një eksperiencë të vetën, me një grup fansash të vetët, të cilët e shoqëruan edhe në Big Brother-in shqiptar. Sigurisht që kimia që patën të dy ishte e padiskutueshme, por është Big Brother, kjo është një lojë. Dhe sigurisht kur përplasen, po marr guximin të them 2 të fortë, pasi edhe si dëgjova nga komentet e personave që ishin pak më parë, i cilësojnë si 2 të fortë cilët mund përplasen në fund, sigurisht që lufta do të bëhet më ashpër. Dhe miqësit ndoshta lihen jashtë pastaj. Po, më thuaj Shibe. Duke qenë se jemi duke folur për lojën e Rozanës, në fillim fare ka qenë pak me ulje ngritje, me thënë të drejtën, nuk e shikoja shumë lojtarë të fortë, pavarësisht se ajo hynte në çdo dinamik që kishte shtëpia, biles ishte ajo e para që e printe debatin, diskutimin e tjerë. E shikoj në marrëdhënie me Laertin, më duket shumë fake, me thënë të drejtën, debati. Ma kjo historia është kaqe... Jo, mos të kalojmë pak tek përpara se të kalojmë aty, do doja të pyesja për një situatë që pam edhe në Prime-in e mbrëmshëm, ku kemi parë që Kelly ka nxjerrë në vëmendje publike disa situata të Rozanës jashtë shtëpisë, më tej të përdorura edhe nga Gjesi, ka ndalë shumë lajme nëpër portale, çfarë ke për të thënë në lidhje me këtë gjë? Unë për këtë nuk them asgjë më shumë se sa vetë statusi që sot ka nxjerrë Rezarta Shkurta. E ke lexuar, e kemi edhe ne? Po, e kam lexuar, ku sqaron shumë mirë situatën. Që ishte një reagim shumë dinjitoz dhe në vija të përgjithshme. Shumë dinjitoz dhe falenderoj shumë Rezartën. Marrëdhënia e Rozanës me Rezartën jashtë, si është raporti i tyre? Ka një marrëdhënie, unë me sa di Rozi përpara se të flitej për Big Brotherin, ju e dini që ka pas një emision të vetin në një tjetër kanal televiziv, dhe në bisedat që kam bërë me të pasi flasim shpesh, konsultohemi dhe për personazhet që ajo ka të ftuar, më ka thënë që Andeta si mendon t'i bëj një ftesë Rezartës për në emision. Dhe kam thënë po pse jo, mendon se do ma pranoj me këtë që ka bërë Rezarta sot? Rezarta ka seruar shumë pasër që nuk janë as armike, as mike, dhe debatet e 2 gocave të bukura të showbizit që sot janë zonja, dhe të realizuara se cilat në fushat e veta. Rozanës faj është i Kellit që nga jeta e Kellit din vetëm një këngë që ka bërë në Top Fest. Pra, çfarë themi ne tash? Unë nuk dua të flas për Kellin, sepse unë Kellin e njoh në rrethana të tjera, me të lidh puna në ambiente të tjera. Kam pasur një respekt shumë të madh për atë djalin, por je zgënjur nga Kelli? Po. Jam zhgënjur. Vërtet jam zhgënjur sepse nuk prisja që të arrinte deri këtu për hir të një loje. E një partneren e Kellit edhe bashkëshorten? Kam shumë respekt, e vlerësoj shumë. Është një vajzë që është vërtet për të vlerësuar. I ke shkruar diçka? Jo, absolutisht. Kam përshtypjen se duhet më shkruajnë ato mua në këtë rast. Kelli, çfarë do doje ti thoje? Asgjë, kur të dali jashtë do pres çfarë do të më thotë Kelli mua. Pse she Rozanën kaq të sulmuar? Dikush thotë që pema me kokra gjuhet. Tash po dalim prapë te kokrat, mos mbetemi te kokrat, si më beti kokrave është bërë pak sigurisht që kur vjen fundi, persona cilët kanë debate, janë persona cilët janë gjithmonë në qendër të vëmendjes, qoftë kjo edhe në Prime-et që ju zhvilloni këtu. Mendohet që duke i rënë Rozit, këta do të bëhen pjesë e një Prime, se kjo të dalësh në Prime tash është bërë edhe në jetën e përditshme, kur themi diçka, themi dolem Prime. Ndoshta për të arritur për të kapur Prime-in duhet i biesh personave të cilët janë gjithmonë prezent, dhe një prej tyre është Rozi. E qartë. Flasim pak edhe për të rikthehemi i çikte marrëdhënia me edhe Gjestin. Do doja të dija, sipas te Ronaldo, kush e ka mbajtur në lojë
tjetrin. Atëherë, një rezime se me Andetën në fakt unë doja të bënim të krijojmë një mini debat për lojën Rozanës, për Andeta ndryshe nga Rozana, nuk ka as ironinë, është kaq e ëmbël, kaq e çiltër dhe komplimenta si më takuar më mirë. Një sqarim shumë të shkurtër për raportin Gjesti Rozana. Gjesti erdhi nga një Big Brother tjetër dhe një lojtar i zgjuar, siç është Rozana Radi, ka bërë llogarit dhe ka thënë që kjo gjëra nuk ka ndodhur asnjëherë më parë në 3 Big Brothera dhe e kuptoi që ky djali ishte i fortë dhe kishte fansa sigurisht me ardhin e dronave. Gjesti nga ana tjetër ka patur 24 orë kohë, ai sa ka mundur të nuhasi dhe të kuptoj çfarë ndodh në Big Brother në Shqipërisë. Dhe në Big Brother në Shqipërisë asë kohë Rozana Radi sigurisht ka qenë highlight kryesor. Madje dhe mënyra si Gjesti u qas me Rozanën për herë të parë ishte po ti kush je, i ngatron dhe emrin. Një lojtar e zgjuar si Rozana Radi çfarë bëri? Tha këtë djalin është më mirë ta kem afër dhe kur të vi, sepse është shumë herët që unë të merrem me Gjestin, të njëjtën gjë mendoj që ka menduar dhe Gjesti që është shumë herët. Çështja është që se më kujton pak Big Brother njëshim, pra më kujton pak Donaldin dhe Ilirin, pra një imazh artisti 40 e sa vjeç që surprizohet në finale nga një vamula, një djalë i ri si Donaldi asë kohë me love story jashtë, love story brenda, po që kishte shumë fanca, ama çfarë ndodhi? Në fund publiku bëri një lloj tjetër balance dhe zgjodhi që këtë fitoren t'i jepte artistit. Pyetja është këtë vit do të fitoj viraliteti, që e ka Gjesti dhe këto nuk mund ta mohojmë, apo do të fitoj argumenti, pjekuria dhe vitet artistike. Kjo mbetet për të parë. Pra kjo është pyetja sepse nuk mund të bëj naivi dhe nuk mund ta mohoj që si e shohun lojën dhe kjo është totalisht mendimi im dhe përgjegjësia ime si Ronaldo, është që një luftë shumë e fortë do të mbahet në këtë Big Brother mes Rozanës dhe Gjestit. Këtë pastaj varet se do e shohim publiku në finale. Pyetja ime është për Andetën, pavarësisht logjikës time. Ku qëndron Rozana aktualisht me Gjestin? I beson kësaj linjës time, sepse një javë më parë Rozana tha që Gjesti më kujton veten time në rini, tani ka ndruar pozicionet. Jo, nuk është se ka ndruar pozicion. Problemi është që është ajo që unë thash që në fillim, që Rozi afeksionohet shumë mbas njerëzve dhe në momentin kur zhgënjehet totalisht dhe të largon nga vetja. Kështu është Rozi dhe në jetën jashtë. Lëvizja e Gjestit për të kujtuar ndjes shumë që po e përmend, sepse edhe djali tjetër ka familje dhe Rozana ka familje për të përmendur një repartist të nderuar siç është MC Kresha, dëmton Gjestin apo Rozanën? Unë mendoj që dëmton Gjestin. Mendoj që dëmton Gjestin. Ishte një lëvizje e nxituar? Ndoshta e nxituar nga Gjesti, shiko, Gjesti nuk ka ditur asgjë për Rozanën jashtë, më fal që po. Patjetër, jo, patjetër. Gjesti nuk ka ditur asgjë për Rozanën jashtë. Janë info që i mori dhe tha ti përdor për të goditur Rozin. Unë e di që Gjesti edhe pse e godet Rozin prap në brendsinë e vet ai e do. Ato të dy pavarësisht e kanë atë lidhjen me njëri tjetrin. Ato merren vesh dhe shumë mirë me sy. Thuaj që do jenë miq jashtë ato? Jam e bindur në 100%. Madje un kam parë shpesh momente që debatojnë dhe gati nuk mbajnë dot të qeshur, pra kanë një aleancë të fshehtë. E kanë aleancën dhe tjetra gjë që unë dua të them është ajo që kur Rozi thot që e shoh si vetja ime para, është e vërtet. Rozi në ato vite ka qenë njësoj si Gjesti. Nga ana tjetër kemi Egli që e ka paralelizuar lojën e Rozanës me ato të Eglës, fituesen e vitit që kaloi, por duke thënë se është një version më i keq. Çfarë ke për të thënë për këtë? Rozi nuk ka asgjë të përbashkët me Eglën, për këtë jam e sigurt. Besoj se edhe publiku e ka parë, nuk kanë absolutisht asgjë, as në lojë, as në mënyrën se si argumentojnë, as në mënyrën se si i kanë raportet me të tjerët. Unë nuk di që Rozi të ketë ofenduar dikë, ndërkohë që Egla këtë e bënte vazhdimisht. Nuk di që Rozi të ketë përdorur, të ketë goditur dikë, qoftë edhe me një gotë me ujë, qoftë me një gotë me alkool, Rozi nuk e ka bërë këtë kurrë. Rozi përpiqet që të qëndrojë gjërave që kanë ndodhur brenda shtëpisë Big Brotherit pa dalë jashtë, ndërkohë që çfarë ka qenë jashtë për Rozin ja kanë sjell brenda. Ka dalë jashtë në lidhje me Laertin. Po, e vetmja gjë për cilën ka dalë jashtë ka qenë Laerti duke i thënë që ti nuk e do bonën. Por atëherë ta sqarojmë edhe një herë. Jo, i ka thënë që ti e ke zemrën e zënë jashtë. Po. Ti e ke zemrën e zënë jashtë, ti nuk e do këtë vajzën. Po, është e vërtet. Ti e ke zemrën e zënë jashtë. Kjo është diçka që e di Rozi. Unë nuk mund të hyj te kjo marrëdhënie dhe te kjo bisedë që kanë bërë ata të dy ku unë nuk kam qenë prezent. Në qoftë se doni të sqarojmë të bisedën e Laertit një herë. Okej. Amani sa kafe kam pirë të lutem. Çfarë janë Rozana dhe Laerti? Kjo është pyetja.
Rozi dhe Laerti janë thjesht komshi. Laerti është një kap poshtë Rozit. Jo miq, domethënë. Nuk kanë qenë kurrë miq të mirë, kanë një vlerësim shumë të madh për njëri tjetrin. Ndoshta janë nga këto njerëz që vlerësohen edhe pse nuk takohen për një kohë të gjatë. Laerti ka pas një vlerësim shumë të madh edhe për babain tim dhe për familjen tonë. Këtë e ka shprehur shpesh në mesazhet që ai më ka dërguar mua kur kemi pasur përvjetore ose raste për cilat kemi komunikuar. Të them që Laerti ka folur më shumë me mua se sa me Rozin, kjo është e vërtet. Është e vërtet që nuk kanë pirë kafe kaq shumë sa përfliten, jo më shumë se sa 3 kafe. Por në pallat, kur ne kthehemi në darkë me Rozin, Laerti gjithmonë është aty me Marinin që tashmë është bërë një personazh i njohur dhe diskutojnë gjithmonë poshtë pallatit ku është një stol. Dhe ne çdo darkë kur kthehemi, Laerti është aty. Flasim, mirëmbrëma si je, këto gjërat e veta dhe ne ngjitemi lart. Kaq është takimi i tyre. I vetmi rast kur Rozi ka qenë prezent në një event le ta quaj të Laertit, ka qenë kur Laerti mori një çmim në nuk e di ishte Kishmë, duket nuk e di, nuk e mbaj mend mirë se çfarë ka qenë, dhe I kërkoi Rozit që të ishte prezent bashkë me Marinen, sepse vetëm juve tha ju kam këtu tha. Duke patjetër, meqenëse jemi duke folur për edhe këto situatat që sillen nga jashtë, ne kemi parë para disa javësh kanë dalë disa komente që kishte shkruajt Rozana për Neda Ballukun, që është opinionistja këtë vit. Mesazhi që I kemi parë, si e sheti raportin e tyre? Unë jam totalisht me Rozin të kjo pikë. Jam totalisht me Rozin. Që do të thotë, këto janë disa situata të ndodhura 15 vite më parë, dhe kur ti I rikthen sërisht, atëherë problemi nuk është me I Rozit. Si është? Nuk është më problemi I Rozit, është I asaj vajzës që qëndron diku ulur aty. Mendon, domethënë, çfarë po thua, kalimi I kohës është një faktor? Po sigurisht. Sigurisht. Këto janë gjëra të cilat I bën 15 vite më parë, kur Rozi ka qenë thjesht një shikuese e Big Brotherit, pra një komentuese siç mund të jetë kushdo që komenton në një rrjet social, dhe ti ke qenë brenda asaj shtëpie, dhe kur ti del nga ajo shtëpi nuk e harron kurrë ato gjërat që kanë ndodhur. Jo, po ka qenë Rozi që e ka akuzuar që Neda e kishte personale. Dhe kjo duket. Kjo duket më së miri. Po, pam mesazhet. Domethënë, komente. Atëherë, nëse do të Rozi që në prajmin e parë ka thënë, unë kam bërë disa mesazhe për cilat kam folur për Nedën kur ajo ka qenë në Big Brother. Dhe mendoj që Neda këto nuk I ka harruar. Dhe me sa duket, kjo që ka e vërtet. Neda nuk I ka harruar dhe s'ka për t'i harruar kur këto mesazhe. Okej, qartë. Do doja të të pyesja edhe partneri I Rozanës me gjithë këto debate, këtë rrugtimin, si e ka përjetuar, si e ka parë? Është shumë I qetë. Shpëtimi është tip që ka shumë humor. Është tip që e ka mbështetur gjithmonë Rozin dhe një nga personat cilat I jep forcë Rozit është edhe Shpëtimi. Në çdo event të Rozit, pavarësisht se fjalën time ajo e ka primare, nuk shkon në asnjë vend pa marrë mendimin e tij. Është mbështetësi më I madh I Rozanës, ne flasim çdo ditë me njëri tjetrin, më thot kam filluar ta shoh Rozin më shumë se sa e shiha kur ishim bashk, sepse puna bën vetën, ato shiheshin vetëm në darkë kur mblidheshin në shtëpi dhe mëngjesi që normalisht secili shkon në punërat e veta. Por e mbështet dhe e mbështet fort. Po më thonë nga regjia që gruaja e Kellit ka bërë një reagim live, na ka dërguar një mesazh, nuk e di. Kush e ka bërë? Na ka dërguar një mesazh në inboxin duke thënë se Rozana I ka përmendur Kellin në një debat më vrëm, më fal se nuk dëgjoj mirë dhe po ma mjoftojnë tani live. Do të jetë situata kur Rozana mbrëm ka folur me Kellin. Ka folur me Kellin, po, më fali. Ka folur me Kellin. Çështje flokësh. Çështje flokësh, se ka përmendur një grusht flok. Po, dhe ishte në shprehet shumë e indinjuar. Çfarë ke për të thënë? Për çfarë shprehet e indinjuar, se se kuptoj. Ajo është shqetësuar sepse mendon se flokët ja ka përmendur për atë dhe sëmundjen që ajo po kalon. Absolutisht jo. Problemi flokëve ishte shkulja e flokëve që Kelli I përmendi Rozanës si e ka për flokët. Erisa unë duke qenë se të vlerësoj shumë, nuk e mendoja që do ta mendoje këtë gjë, pasi ne kemi kaluar një situatë të tillë me mamin. Pra, kur mamaja jon ka qenë smur, flokët e saj binin tufa dhe ne kemi edhe një herë tas ka ndodhur një debat, edhe unë, domethënë natyrisht që do të pyes për gjëra që janë në interesin
publik, kështu që... Jo, sigurisht. Sigurisht, po unë duat të sqaroj bashkëshortën e Patjetër, jemi këtu për këtë. Nuk ka absolutisht asgjë, ndoshta ka keq kuptuar, por jam e sigurt që ajo që Rozi ka thënë është fakti që ata e akuzuan që është kapur për flokësh me dikë. Dhe kjo ishte ajo që Rozi ka dashur të thotë. Absolutisht asgjë tjetër. Kë shet ti kundërshtar më të fortë për Rozanën? Kë shoh kundërshtar apo kë mendoj se duhet të jetë përballë Rozit? Kë mendon ti? Po, gjestin e shoh. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Andeta, ne kemi kaluar limitet e kohës. Ne duhet të kalojmë në publicitet, por qëndroni me ne për diskutime të tjera shumë interesante. Shihemi pas pak. Ja kur i kthyem live në këtë pjesë të tretë të Fan Clubit, ku në studio me ne është Valbona Mhilli. Përshëndetje, Valbona. Mirë se erdhe në Fan Club. Një lojtare shumë e fortë. E para se të disësh pyetjen, përgëzimet e mia hejt, ke shkëlqyer, kam parë jo të gjitha puntatat, disa puntatat. Faleminderit. Në Duar Trokiti shkon për hejt. Faleminderit shumë. Isha nevojë pikërisht sot i çik tension. Var për ty në televizion. Faleminderit. Po thoja, ke qenë një lojtare shumë e fortë, por rrugtimi yt u ndërpre në një nominim kokë me Laertin, i zgjedhur nga ky fundit, ku ti pasaj dole. Ke pak ditë jashtë shtëpisë, si ke prituar këtë ditë jashtë? Si e ndjer? Me thënë të drejtën, kanë qenë disa ditë jo fort të lehta, sepse ju e keni provuar vetë, mbasi del nga jo shtëpia që madhe, jam pa gjumë, që mbrëm që në prime, nuk kam fjetur fare, edhe kam vështërsi në këtë pjesën e orarit të gjumit, por ndihem me plot energji pozitive, me energji shumë të madhe, për të nisur ato çka unë lash jashtë. Besoj që këto ditë ke pas mundësinë edhe me pa veten tënde me një sy të ftohtë nga jashtë. Si e gjykon veten ti si lojtare? Edhe njerë pyetjen të them. Besoj që këto ditë je shqetësuar, ke pas mundësinë të hysh në rrjetet sociale, të shohësh komentet, çfarë është bërë jashtë, me një sy të ftohtë. Si do ta komentoje ti vetë, si e shet ti veten si lojtare? Si do ta gjykoje veten? E para, unë nuk kam pasur mundësi të futem dhe të shoh çka ka ndodhur në 3 muaj, sepse edhe nuk kam preferuar të futem të shikoj komente, të reagimet e tjera, por absolutisht nuk kam shpëtuar pa marrë informacionet e nevojshme, ato më pikante që kanë ndodhur në 3 muaj qëndrim në shtëpinë e Big Brotherit. Po gjëja që të ka bërë më shumë përshtypje që ke dëgjuar për vete? Gjëja që më ka bërë më shumë përshtypje që kam dëgjuar më vete, nuk e di nëse do kishe, nuk e di se si janë pyetjet më pas, por megjithatë ajo çfarë mua më ka bërë përshtypje më së shumti është deklarata të cilat vijnë nga disa njerëz, të cilët në fund të fundit bëjnë shumë mirë që i bëjnë këto deklarata, por në momentin që i bëjnë duhet të kenë informacione të sakta, sepse ne nuk mund të abuzojmë dhe mbi gjitha të tallemi me publikun. Është gjëja e fundit që personazhet televizive, ata të cilët e duan ekranin, të merren me këtë pjesë sepse është një gjë shumë e Unë e dua, shiko, unë e di për çfarë deklarate po flet ti. E ke dëgjuar deklaratën e Shqipes? Unë nisa nga deklarata e Shqipes, ku ka deklaruar ato që ka deklaruar dhe jam sot përballë Shqipes edhe e ftoj Shqipen të na i thotë një herë deklaratën, të vazhdoj disa persona, po thuaj kam dëgjuar dhe kam parë Shqipen, po jo disa persona. Shqipe, ti je një ndër ata të cilët ka deklaruar. Valbona, tani, jo, të lutem unë ty. Po të lutem edhe unë. Tani, unë kam të gjithë të dëgjoj. Atëherë, të gjithë këtë diskutimin në dëgjoni pak, do ta vazhdojmë këtu në studio, por më duhet të shkëputj transmetimin live për gjithë publikun tonë të dashur që na ndjek nga ekrani Top Channel, kështu që shkëputj transmetimin live tani për të vazhduar në YouTube, kështu që të gjithë episodin e plot do ta shikoni në YouTube, na ndiqni edhe në rrjetet e tona sociale, ndërkohë ju dërgoj një përqafim. Ja kur i kthyem në studio për debate të zjarrta,
Valbona, ishim tek deklaratat, po. Tani unë jam sy e vesh, besoj gjithë publiku është sy e vesh të dëgjojmë gjithë së bashku Shqipen. Fjala për ty. S'ma jep ti fjalën, po gjithsesi faleminderit. Jo, unë dua të rikujtoj pak deklaratën e Shqipës, që pastaj të kemi një përgjigje që ta bëjmë pak më organike situatën, kështu që e shohim. Valbona ka një marrëdhënie jashtë dhe ne këtë të paktën unë e di shumë mirë këtë lloj gjëje. Unë kam të sigurt që Valbona ka një marrëdhënie jashtë. Nuk mund ta them me kë, sepse normalisht duhet mbajtur privat, ama që është duke luajtur motra jote, është duke luajtur po shumë keq. Valbona, atëherë, e kemi një përgjigje nga ti? Njëherë, cila është përgjigje që e jep Shqipës? Jo, Shqipja nuk do flasja, po thjesht mjafton me deklaratën dhe më pas. Patjetër që Shqipja, por kemi ne njëherë një pyetje, të dëgjojmë njëherë versionin tënd. Nuk është të më intereson shumë ajo çka Shqipja do flasi për lojën, sepse fakti që niset dhe thotë që un kam fakte që Valbona ka lënë një lidhje jashtë, jam shumë e sigurt dhe mundohet her pas here. Nuk është e njëjta gjë siç po e thua ti. Dhe her pas here mundohet që të intimidojë dhe motrën time. Ajo nuk ka qenë kurrë pjesë e televizionit, edhe nuk e kam bërë pjesë kurrë të edhe të postimeve të mia, edhe në programet e mia televizive gjithmonë motra ka qenë larg, ata të cilët kanë marrë gjithmonë pjesë ka qenë imate dhe shumë pak ndoshta vëllezërit e mi. Megjithatë, për të rikthyer tek deklarata e Shqipës, më ka bërë shumë përshtypje sepse Shqipen unë e kam ndjekur shumë pak në rrugtimin e saj, duke qenë që një vajzë veriore dhe shumë e fortë në karakter, gjithmonë kam pasur tendencën për të qenë anë Shqipës, edhe pse ka kaluar disa situata jo fort të mira, por ka ditur ti përballoj në mënyrën e saj dhe kam pëlqyer karakterin e saj. Në momentin që dëgjoj nga Shqipja në një deklaratë që një ditë më vonë mora këtë informacion që me siguri shumë të madhe deklaron që Valbona ka një lidhje jashtë dhe ka lënë një lidhje pending. Dhe aq më tepër thotë që kam fakte, kam fotografi që e fakton këtë gjë. Ku e kam thënë këtë se ka parë, nuk e këtë kuq, Valbona. Po, mund t'i kthesh përgjigje Valbonës, jeni përballë njëra tjetrën. Emrin e ishte Valbona vetëm me radhë që të kuptohem. Dhe do doja im zeka emrin e partnerit që t'jep më mirë. Dhe do doja shumë që Shqipja të lutem me radhë. Unë do ta përfundoj, nëse s'është për të përfunduar, po Valbona, e vërtet. Përfundoje dhe pastaj dëgjojmë Shqipen. Prandaj më keni marrë sot. Po, patjetër. Më keni marrë që të dëgjoj sërish Shqipen. Nëse ju intereson deklarata ime, dëgjojeni deri në fund edhe më pas mund të dëgjoni Shqipen sa të dëshironi. Tani, unë të ftoj që ta bësh deklaratën dhe me foto dhe me emër, dhe të dalësh e lartë dhe për publikun, të ndalësh e ndëruar si zonjë. Unë jam nga të vajzat që gjithmonë kam preferuar dhe gjithmonë e kam bërë që publikun mos a gënjej. Në një reality show me përmasa shumë të mëdha. Valbona, po se në fushatë elektorale vëri pikën drejshi. A ke lënë lidhje jashtë? Unë asnjëherë, Ronaldo, unë duhet ta përfundoj fjalën time. Absolutisht jo, ndaj po ftoj. Në emisionin tonë tu 3 orë ligjërat. Jo, nuk po bëj atë gjë. Unë po them, jo, nuk kam lënë asnjë lidhje jashtë. Çka ke? Nuk ka lënë lidhje jashtë. Unë po ftoj Shqipën, jo, sepse Shqipja ka shqetësuar shumë. Duke sikur ti do ta vazhdosh të narrativën dhe thua Shqipën nxirre. Unë nuk ka shqetësuar aq shumë sa dhe më kanë paralajmëruar dhe është si kërcënim nga vllai jot, ta më kupton? Do me thënë, Valbona që ju në një program televiziv. Jo, vllai im nuk të ka kërcënuar. Nëse motra ime ka hyrë në një program televiziv super të madh që të ndjekur. Valbona, okay, përgjigja jote është kjo, që të dëgjojmë pak Shqipen. Besoj që duhet të futen dhe familjarët, sepse mua për shembull edhe un kam qenë në një program televiziv. Cilët familjarë? Familjarët e tu. Familjarët e tu kanë shkruar mua tekstualisht vllai jot. Por mos të harrojmë që brenda këtyre 4 mureve ne jemi me vërtet të mbrojtur. Por në momentin që ne dalim jashtë, vjen edhe dikush të na vendosi bërzylyqat. Mos i harrojmë këtë, po gjithsesi po bazojmë te loja jote.
Jo, shive mos... Nuk të vazhdosh e loja ime, po unë mund të gjoj vetëm ty në momentin që ti do deklarosh emër, mbi emër dhe foton që ke për mua. Jo, nuk do mbarosh, do gjosh mua. Je lutur, ja deklarosh. Ju lutem me radhë që se cila të dëgjohet edhe të ketë peshën e vetë. Ti duhet flasësh për deklaratën që ke bërë dhe të nxjerrësh emrin. Ti duhet ta nxjerrësh. Ore, Valbona, të lutem ta dëgjojmë edhe shqipen, të lutem. Unë nuk futem në treshe, më gjë shumë keq. Ti mund t'jesh dhe martuar e dashur. Shqipja të japi përgjigjen zemër. Dhe përsa i përket... Thuj kur të mbaroj se, unë smere me këtë. Jo, ti me mua do merresh, jo, më thuaj kur të mbarosh, sepse unë nuk flas dot, unë nuk i vendose. Shqipe, okej, ti bëj unë Shqipes një pyetje. Ke një emër për të nxjerrë sot? Se ti akoma. Edhe njërë? Ke një emër për të nxjerrë sot, Shqipe? Pra, unë nuk nxjerr emra të tretë, po them. Ama, këtë gjë unë e kam të faktuar. Kjo është. Po gjithsesi, tani, po mesazhet kërcënuese që thuaj që ti ka dërguar vëllai Valbonës. I fakton dot? Si ome? Jo, po kjo, këto dyja duhet vinë në gjyq. Janë të rënda, kështu që është... Tjetër. Po i kërkon, domethënë, do na i tregosh? Ta tregoj. Ç'deshemi Valbona që hape këtë histori. Jo, Shqipja duhet të nxjerri, mos ruaj sekretet, ja lëmi lajimit se është më i shkatë se unë. Jo, ti duhet të nxjerrësh... Këto janë biseda shumë serioze që duhet kemi shumë kujdes kur i bëni. Çfarë lexon? Turp të vis si femër që je. Do mbash përgjegjësi për lidhjen që thua ti ka lënë Valbona jashtë. Unë kërcënime nuk marr as paralajmërime, për çfarë arsye, ta shpjegoj direkt. Në një moment që unë ndodhem në një program televiziv, siç është Big Brother, e pe emrin, se mos do ta shohësh demin. Në një program të kërcënuar shumë rënd, Shqipe duhet Shqipe duhet të them diçka në këtë moment se shumë rënd dhe duhet një sekondë, se duhet të jemi të kujdesshëm, Shqipe, të lutem, Shqipe, duhet të jemi të kujdesshëm kur nxjerrim mesazhe, edhe i caktojmë si kërcënuese. Si kërcënim është kjo? Është paralajmërim, kërcënim. Ti do mbash përgjegjësi. Unë nuk e di se si e thot ai kur më ka mua përballë. Po në mesazhe, ti nëse ndjehesh e kërcënuar, ke shkuar në polici? Më fal, nuk kam shkuar në polici sepse unë kam bërë këtë bisedë me jo. Dakor? Nuk ndjehesh e kërcënuar, pra. Jo më, e kërcënuar tani, unë e marr çdo gjë si lojë. Mund të shkosh të marrësh një urdhër mbrojtje nëse ndjehesh e friksuar Shqipe. Dëgjoj Valbona, dëgjoj se ke fol shumë. Jo, sepse nëse e merr si lojë, ne marrim në kontekstin e lojës. E flasim në këtë kontekst. Po, okay, jo, e kuptoj që duhet jemi shumë të kujdesshëm Shqipe në këtë lloj temash. E kupton? Pra, e marr vesh. Ta mbaroj. Lojën që Valbona ka qenë aty brenda, un kam fol gjithmonë për lojën. Pra, në momentin që Valbona ka qenë brenda, ka luajtur me Laertin, ka luajtur dhe me Xhibanin, i është afruar deri në një farpike. Pastaj, kur Valbona është tërhequr, ka thënë, ti je manipulus, ti je përndjekës, ti je manjak, ti je dhunus, pra një lojë shumë e pisët më zhdukur. Dhe afrimiteti që ka bërë me Laertin dhe largimi i menjëhershëm, ty të çon në këtë konkluzion. Pastaj, unë kur kam pyetur motrën e Valbonës dhe që ja kam faktuar, që i kam thënë, Valbona ka një lidhje jashtë? Jo, Valbona nuk ka një lidhje serioze. Pra i bie që ta ketë karagjoze, me çfarë kam kuptuar dhe të kërkoj, domethënë të kërkoj që të shkosh të shohësh videon, tamam, siç e kam thënë. Tani, loja e Valbonës më zhdukur tepër, po tepër e keqe. Sa unë, me thënë të drejtën, një lojë të tillë nuk e kam parë kurrë në Big Brother. Kurrë, dhe kur po them kurrë. Dhe për faktin që ka folur për njerëz që nuk jetojnë më. Për faktin që ka thënë a është krenar baba jot apo baba i më duket për dheun, nuk e di se qa i ka shkuar në mendje, ta thos këtë gjë. Ka nxjerrur eshtrat, i ka sjell mbi tokë, nuk i ka lënë nën tokë. Do me thënë, të flasësh për familjar siç ka bërë Valbona aty brenda. Dhe të flasësh për familjarët e banorëve siç ka bërë Valbona aty brenda, unë nuk e di, kam qenë vërtet e shokuar, sepse unë mendoj që ti kur futesh në Big Brother bën një lojë edhe të pisët, nuk jam kundër lojës pisët. Ama, pavarësisht çdo gjëje, unë deri diku Valbonën e kam mbrojtur pak fare, duke thënë që e ka diçka jashtë. Pse? Sepse Valbona po luan brenda dhe ka të gjithë të drejtën e botës të luajë edhe pisët. Nuk e vën në diskutim. Por çfarë bën Valbona? Valbona thot, unë kam qenë shumë e drejtë. Dhe në momentin që thot ka qenë shumë e drejtë, aty del akoma më keq. Do me thënë, Shqipja t'ja hapi publikut atë verifikimin që Valbona ka diçka jashtë.
po Valbona mos t'japi verifikimin për të gjitha mashtrimet që ka bërë aty brenda dhe kryesisht që ka gënjur të gjithë publikun për historinë me Laertin, ku përfundoi historia me Laertin? Okej, megjithëse shiko, nuk kemi këtu gjithë të gjë, unë e thashë e përmblodha për lojën e Valbonës. E të dëgjuam. Por nuk kemi këtu për të faktuar marrëdhënien e Valbonës. E përmblodha të gjithën si lojën që bëri Valbona aty brenda, a kupton? Dhe shiko, jo, jam e kuptoj mendimin tënd, por që duke qenë se jemi këtu jo për të faktuar marrëdhëniet personale dhe Valbona është këtu me ne me zë dhe figurë dhe thotë që nuk kam një marrëdhënie pending, pezull. Jashtë do i besojmë fjalës. Mua nuk më intereson qofse je dhe martuar. Të lutem më dëgjoj mos e vërtet unë të dëgjova. Respektojmë fjalën time dhe fjalën e një personi që është këtu me zë dhe figurë dhe nuk jemi këtu për të faktuar ke apo jo, marrëdhënie ka apo jo, marrëdhënie, kështu që e pranojmë versionin, do të thënë, realitet të vërtetin tënde. Unë jam një vajzë e re dhe përpara një publiku shumë të madh, nuk kam mohuar kur ndjenjat e mia të sinqerta për Laertin. Dhe nuk i mohoj dot të gjitha cilësit pozitive që Laert Vasili i mbart. Dhe do gaboja dhe do gënjeja nëse do thoja të kundërtën. Si kundër se besoj shumë personazhe, majsa unë e kam ndjekur televizionit dhe reality show më përpara, si këtu në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, që disa njerëz preferojnë që disa lidhje ti zhvillojnë jashtë, që gënjejnë publiku në momentin që pyeten për faktin çfarë ndjesie ke. Unë kam pasur 2 djemë të cilët më kanë ardhur në drejtimin tim. Dhe kam qenë e lirë për të zgjedhur nga mes Gjibanit edhe mes Laertit. Dhe zgjedhja ime ka qenë e përzemërt dhe me një zemër dhe me një pasërti shumë të madhe për Laertin. Dhe besoj që, dhe sot them që nuk kam gabuar në zgjedhjen që kam bërë tek Laerti. Pavarësisht se si erdhi situata, pavarësisht se Laerti u vu përballë lasim pak zgjedhje që doja të flis gola e zhgjuar. Po jo, do doja në fakt të flisja pak edhe për lojën e Valbonës në të tjera trajta. Që nuk pendoj fjalë të mia për Laertin kur i the Laert Bespreri. Po, nuk e përfundova fjalin. Është Laert Bespreri. Më lër ta përfundoj. Derisa erdhi situata, derisa erdhi Ronaldo. Ta bëjmë pak më chill bisedën. Derisa erdhi situata, më lër ta përfundoj. Derisa erdhi situata, që Laerti u vu përballë një zgjedhje. Po tani është prezantues i mirë, nuk është. Unë jam opinionist i mirë, nuk jam, nuk ka të mesme. Laerti sot për ty është Besprer, apo Laerti është Laerti? Derisa erdhi zgjedhja e Laertit, derisa u bë zgjedhja e Laertit, që ai mua më dha zhgënjimin më të madh që kam përjetuar në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4. Dhe pa diskutim, zhgënjim shumë i madh dhe pa diskutim që Laerti mua më preu në bes. Dhe vazhdon të qëndroj dhe vazhdon të ndihem e tillë me një zhgënjim shumë të madh që unë mora nga njeriu që vlerësova dhe desha më shumë të natë shpirt. Po sot që je më e qetë, ke dal jashtë, ke fjetur gjumë, Laerti është Besprer apo Laerti është Laerti? Edhe një herë, ta ktheva përgjigjen. Jo, s'ma kthej përgjigjen. Ta ktheva përgjigjen dhe ta thash. Laerti vazhdon dhe në fushat elektorale, s'ka nisur ende 20 maj. Edhe një herë. Jemi është Besprer apo është Laerti me cilësi? I madh që mora nga Laert Vasili, pa diskutim. Prandaj s'vajte finale bona se ti s'jep kur përgjigje. Laerti është për mua sot Besprer. Do më thëmë, për një loj, Valbona ti e hodhe poshtë Laerti. Për një loj, për mua nuk ka qenë kur loj. Për mua nuk ka qenë kur loj Laert Vasili. Po mirë Valbona, ai të dha. Banorët e tjerë, për mua ka qenë të gjithë loj. Laerti s'ka qenë për mua asnjëherë loj. Laerti të dha mundësinë 2 herë të puthte, nëse nuk ishte loj. Se puthemi gotë. Po besoj që ti e ke ndjekur Big Brother, dhe ke parë situatat, i ke parë cepat e shtëpisë, i ke parë akuza dhe sufut me akuza që Rozana Radi ia drejtonte Laertit. Dhe njëri tjetrin. As tërheqje mentale, shpirtërore apo tërheqje fizike. Ronaldo është mendimi. Nuk e kishit këtë. Ronaldo është mendimi jonë sepse as ti, as Shqipja dhe asnjë nuk mund të peshojë dhe të futet në zemrën time apo të Laertit të masi me termometër. Që të vendosi pa hisën dhe të vërtetoj se çfarë thua. Ka Valbona për Laertin apo Laerti për Valbonën? Publiku e ndjen kur diçka pëlqet.
të kam parë në një Prime. Unë kam marrë. Si do jetë për shembull, ja të bëj një pyetje. Si do jetë marrëdhënia jote me Laertin kur të dalësh jashtë? Kur të dalja jashtë, kur t'jeni jashtë të dy? Unë besoj që e dash përgjigjen për sa i përket Laertit. Ja dash Ronaldo se donë drejt për drejt. Laerti për mua është besprer. Kështu që nuk do të ketë asnjë raporti mes juve, mes ju të dy. Po, çfarë dohet të thojë Ronaldo? Doja të thoja këtë, se nuk po bëjmë dot një analizë për 90 sa ditë të lojës së Valbonës. Ronaldo, ti po më thua, nuk kam djerë kimi, çfarë do të them unë ty? Hajde mat djenjat e mia se nuk po të kuptoj tani. Valbona, të lutem, mund të më dëgjosh? Patjetër. Atëherë. Loja jote në Big Brother ishte e paqartë dhe kur nuk jepe një përgjigje as për Gjibanin, nuk e dhënë asnjë përgjigje as për Jozin, dhe Jozi të kanë nxjerr. Po të lutem o Valbona tash se Jozi të kanë nxjerr bluff tek Shqipëria Live. O Valbona, a dëgjon mi goce? Unë dëgjoj ore djalë. Joz Marku të kanë nxjerr bluff tek Sidorela Gjoni, duke thënë që unë nuk e kam raporti me Bonën, pra vëllezërit e Bonës Po, ashtu tha, po. Ka miq siç thot Valbona. Pra, ti në Big Brother ke qenë kontradiktore. Jo, nuk qëndron ajo që thua ti. Besoj që ti sot, nga jashtë, e di shumë mirë që Jozi është shoku i ngushtë i shoku tim më të ngushtë tjetër që më quaj vllai tim biologjik. Dhe kjo është e vërtetë dhe nuk ka të vërtetë. Edhe unë shqipe si the motër, po nuk prezantohet si motra ime shqipe. Ka dalë më vonë kjo, sepse aty, po, në fillim fare ti ke thënë është shoku vëllezërve të mi. Nuk dhe asnjë përgjigje. Pastaj ka dalë ndryshe që ishte shoku i shokut të. Unë shokun e ngushtë që e kam si vlla, nuk dhe asnjë përgjigje për raportin me Laertin dhe për ta mbyllur për t'i vënë pikën. Unë të mirë kuptoj ty... Përgjigje për raportin me Laertin? Atëherë, unë të mirë kuptoj ty dhe familjarët e çdo lloj banori, edhe kur reagojnë kështu ndaj shqipes apo ku ta di unë, megjithëse nuk është diçka e bukur, por i mirë kuptoj familjarët e banorëve sepse ato nuk janë njerëz televiziv dhe i respektoj. Por ti i mirë kupton familjarët e Gerta Gixharit që ti mund të shkatrojë dhe familjen e saj, kur the që unë ty të kam parë se si flirtoje në blog deri në 2 të natës. Ne jemi në një moment. Ronaldo, besoj që ti... Nuk është kjo më e rëndë, unë e dënoj veprimin e Shqipës, më lejo të dënoj Shqipe. Ti je i lirë, Ronaldo, të dënosh... Jesh pak në përgjithësi për Gerta Gixharin. Të flasim pak, po, që do kalojmë pak edhe në debatet e tjera me Valbonën. Ne jemi në përgjithësi. Raporti me Gerta Gixharin, po. Ti mund të dënosh çdo gjë që të duket jo e drejtë në syrin tënd. Unë kam pasur akuza 80 ditë nga Gerta Gixhari, dhe i kam kërkuar shumë shpesh të lutem mos e kalo vjen e kuqe me mua, sepse unë nuk dua ta kaloj me ty. Deklarata ime për Gertën ka qenë e tillë që ti je një pije dashte dhe je flirtuese. Po. Dhe e ke menduar se si mund të ndihen ata fëmijë për shembull që shkojnë nëpër shkolla? Unë nuk kam deklaruar që Gertën e kam parë në një situatë të keqe. Unë nuk kam deklaruar që Gertën e kam parë diku duke bërë ndonjë tradhtim. Unë nuk kam bërë asnjë nga këto deklaratat, por nga ana tjetër, kam ndjerë të nevojshme dhe normalisht më ka ardhur keq sepse e kam menduar më pas që familjarët mund të jenë prekur dhe familjet tona nuk kanë ndonjëherë pse ti prekim dhe pse ti sjellim në reality show. Kështu që nuk mendoj që ka qenë dashakese. Unë thjesht kam konfirmuar diçka, ashtu siç e kam vënë re në shtëpinë e Big Brotherit, që Gerta është një pije dashte. Edhe unë e kam parë Hedin duke bërë prova te kanalet 5 dhe do lëri fan clubin, po më fal Hedin, nuk është dashakese. Ronaldo, të shprehësh çfarë do lloj gjëje të duash. Më kupton, dhe ti shikosh gjërat dhe ti donosh gjërat sipas mënyrës tënde. Unë nuk e kam akuzuar dhe njerë Gertën. Unë e kuptoj që ke eksperienca politike dhe kjo është taktike njerëzve që merren me politikë. Kam bërë, jo. Për të manipuluar bisedën. Jo, nuk po manipuloj. Të komplimentoj për këtë, është aftësi. Jo, po shpreh diçka. Po ajo është me video edhe me zë dhe me figurë. Kam thënë edhe një herë të deklaratë sepse dosha për hir të familjarëve mos ta sjell dhe mos ta rëndoni për faktin që ti ke dashur të shkatrosh një familje, ti ke dashur të krijosh ndonjë impakt dhe mos të vim këtu tani dhe të bëjmë disa lule të kuqe, të zeza apo të bardha. Sepse ti je i pari Ronaldo që e kupton shumë mirë se nuk ka qenë ajo tendenca që unë të shkaktoj ndonjë ndarje në familjen e Gertës. Okej, do më japësh dhe një përgjigje, një sqarim tjetër aty ku ke për deklaratën tënde që ke thënë që Gertës i është premtuar, të ke thënë i është premtuar një Range Rover nga produksioni nëse bëhej pjesë e
Big Brother, si shëndron? Unë besoj se kam A shumë paktën të ka thënë Gerta aty, si mund na e sqarosh? Unë besoj që kam sqaruar mjaftueshëm dhe besoj në 94 ditë ka shumë pika të tjera që mund të diskutonim sot në studio, megjithatë nëse patjetër, jemi këtu. Diskutojmë për Gertën, ne vazhdojmë diskutojmë derisa të mbarojë edhe orari. Ka qenë një unë e kam sqaruar dhe po e risqaroj edhe një herë që ka qenë një fjalë e thënë e dal nga Gerta para 2 vitesh dhe unë e përdora për batut në të momente edhe pse u kesh përdor. Pa diskutim që kjo fjalë edhe është shprehur nga Gerta Gixhari dhe unë nuk kam qenë e vetma aty. Unë jam shumë e sinqert në ato çka them dhe nuk kam gënjur kurrë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ashtu si shumë nga banorët e shtëpisë e kanë bërë këtë gjë. Sepse ashtu si që shprehet ndoshta im vlla apo shprehet dikush tjetër që në momentin që ti nxjerr një fjalë nga goja duhet mbash përgjegjësi. Dhe unë jam e gatshme të mbaj përgjegjësi për çdo gjë që kam thënë, kam bërë në shtëpinë e Big Brotherit për të përballur me çdo akuzë, por dhe duke pritur vërtetësinë e atyre që mua m'akuzojnë për gënjeshtra, m'akuzojnë për shpifje, m'akuzojnë për gjëra që kam lënë pas nga shtëpia e Big Brotherit. Unë kam përshëndetur gjithë Shqipërinë në shtëpinë e Big Brotherit. Dhe nëse unë do të kisha pasur një partner jashtë, minimumi do ta përshëndesja mëngjes drek dark, edhe nuk do ta mohoja kurrë në asnjë moment që nëse do të kisha pasur një lidhje jashtë, sepse për mua të kesh një lidhje sot dhe të kesh ndjenja për dikë është gjëja më e shtrenjtë që mund të ketë një femër. Dhe duke nuk e mendoj kurrë që nëse unë do të kisha pasur një partner jashtë, e para nuk besoj që do kishte aprovuar vajtjen time në Big Brother, dhe e dyta, kur nuk do guxoja, ta mohoja, dhe nuk do preferoja kur që partneri im të më mohonte mua. Kështu që të gjë nuk ka se si të ndodhet tek bona. Patjetër, ne e marrim për bazë fjalët e tua, me që po flasim për shtëpinë në përgjithësi dhe për banorët nga çka ke parë ti jashtë, cili është për ty banori më i mbi vlerësuar? Mbi vlerësuar? Unë nuk mund ta... Mbi vlerësuar në publik, kupton? Unë nuk mund ta konsideroj i mbi vlerësuar pozitivisht, nëse do nisemi... Patjetër. Duke e marrë nga kjo anë. Para se të dilja nga shtëpia e Big Brotherit, kohët e fundit unë kam kaluar shumë kohë me Gjesin dhe e kam dashur që momentin që ka ardhur në shtëpi. Edhe pse Gjesi ka qenë nga ato personazhet që në momentin që erdhi tek ne, më ka sulmuar dhe më ka bërë të ndihem shumë keq. Ka qenë ai i cili më ka bërë të lotoj, ai i cili ka përdorur fotografinë time, ai i cili në një moment caktuar ka përdorur edhe kapelën e babait tim. Por gjithashtu ka qenë dhe pikërisht ai Gjesti që mbasi ai kryente këtë ngucjen e tij, e cila ishte një ngucje e rëndë që ai mundoheshte gjithmonë të na prekte në pikat tona të dobta që ne të dilim nga vetja dhe të përfundonim duke marrë zarfin e zi. Por që ai vinte gjithmonë edhe kërkonte ndjes dhe e kuptonte atë çfarë kishte bërë dhe mund të them që edhe pse ka qenë një person që më ka mërzitur shumë, por nuk mund ta mohoj kurrë që Gjesi ka qenë ai i cili më ka bërë shumë të qesh në atë shtëpi dhe ka qenë pranë meje në momentet që unë kam pasur nevojë. Faleminderit. Të mundohemi të bëjmë pyetje dhe të kemi përgjigje pak më të drejtë për drejta. Kush është shfaqur ndryshe sipas teje, por është krejtësisht tjetër njëri? Po tani unë nuk është se i njoh gjithë personazhet nga jashtë, edhe njoh shumë pak, unë njoh shumë pak Rozanën, sepse kam punuar në të njëjtin ambient televiziv. Nga ana tjetër me Gertën kam punuar në të njëjtin ambient televiziv, por nuk është se kemi pasur marrëdhënie shoqërore. Nuk keni pasur jashtë shtëpia? Nuk kemi pasur asnjëherë, jemi takuar vetëm në mbledhje, edhe mbledhje shumë radh.
dhe nuk kemi pirë kur një kafe, nuk kemi bërë kur bisedat të zgjatura, thjesht si kalon dhe kemi dëgjuar mbledhjen kur është bërë, si bëjnë të gjitha mbledhjet kur mblidhen prezantuesit që kanë programet e tyre televizive. Kurse me Rozanën ka qenë më ndryshe, unë edhe kam pirë kafe, edhe kam biseduar, madje kam pirë më shumë se 3 kafe, se sa Laerti dhe Rozana, megjithatë nga Laerti gjithmonë nuk është mohuar, që ata të dy kanë një marrëdhënie shumë të ngushtë shoqërore dhe kanë qenë shumë kafe. Kështu që Rozana ndoshta pak ndryshe, por ndoshta për hir të lojës ka qenë e detyruar të jetë të tillë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania dhe unë ja kam thënë shpeshherë në shtëpi se unë nuk e njoh të Rozanën që po njoh në Big Brother. Ndoshta Rozana ka qenë e detyruar për hir të lojës të jetë. Po flasim për Rozanën dhe Gertën, kë konsideron ti lojtare më të fortë? Absolutisht Rozana Radin. Është më absolutisht. Madje Rozanën unë e shoh në dyshën finaliste. E kam shprehur dhe në ditën e parë që kam qenë në programet ku kam qenë e ftuar që finalen unë e shoh mes Gjestit dhe Rozanës. Do doja shumë do doja që këtë edicion ta fitonte Gjesti, por nuk mund ta mohoj absolutisht edhe Rozanën, që është një lojtare shumë e fortë, ka ditur të futet në çdo situatë, ka ditur të marrë të jetë protagoniste si në situatat e mia, si në çdo situatë tjetër që ka pasur shtëpia. Po pse ju afrove Gjestit javën që ishe në televotim të fortë, jam shumë kurioz. Jo, unë me Gjestin kam qenë gjithmonë afër dhe si keni parë kur? Jo, nuk kam qenë absolutisht. Ai të grisi foton e Jozit dhe ti qave rreth pishinës. Nëse ju e mbani mend, ti ju afrove Gjestit në javën e fundit në një televotim shumë të fortë, duke bërë dhe deklarata të forta dashurie miqësore. Edhe një herë. Dhe narrativa jote vazhdon në studio të ndryshme televizive. Besoj, intuita ime, pasi ke parë mbështetjen e publikut të Gjestit. Absolutisht, unë e kam deklaruar. Sepse është tjetër gjë të thuash, unë mendoj që e meriton, po ti nuk thua që unë dua ta fitoj Jozi, për shembull, që e ke si vlla. Dhe dua të bëj një pyetje Valbona, në momentin që në Prime është trajtuar linja jetës Loredana Bratit. Jo, prit, para se të shkosh aty, do të një përgjigje. Kam parë disa fytyra të tuat. Nuk dua të vendos term xhelozie, por se kur nuk e kishe shumë qef suksesin e klipit të asaj vajze kur shtëpia po qeshte. Po ashtu, në momentin që Loredana Brati dhe Jos Marku janë futur tek suita e Big Brother VIP, ti futesh aty dhe prapë është bërë një fytyrë jote virale, pak si jo dashamirëse ndaj Loredanës. Kush është mendimi jot për Loredana Bratin? E para tek Gjesi kemi qenë gjithmonë afër njëri tjetrit dhe deklarata e Gjesit tek dera. Ai më ka folur edhe në vesh mua dhe gjithashtu i kam folur dhe unë atij. Kështu që më vjen keq se nuk e ka për këtë detaj. Okej. Dhe të ftoj që ta shikosh edhe ta dëgjosh me vëmendje fjalët e Gjestit edhe fjalët e Bonës. Po përderisa ti vjen dhe i thua, duhet edhe ti dëgjosh. Kurse për sa i përket, unë Lorin e dua fort. Unë nuk e di, ndoshta të rritë e fundit kanë qenë shumë të vështira në shtëpinë e Big Brotherit për faktin që ndihesha shumë e trishtuar nga Laerti. Po nuk besoj që do kem pasur ndonjë fytyrë të trishtuar fakti që unë pas Loredanën me Jozin. Unë Lorin e dua fort. Beson në dashurinë e tyre? Patjetër besoj në dashurinë e tyre. Shoh të dy shumë të dhënë me njëri tjetrin, sepse Ronaldo ka qenë vetë në shtëpinë e Big Brotherit, gjithashtu dhe Shqipja ka pasur një eksperiencë të ngjashme si unë dhe Ronaldo dhe brenda shumë gjëra i kupton ashtu siç janë, ndoshta në publik kuptohen ndryshe. Ata ndihen shumë mirë bashkë, ka një kimi shumë të madhe. Unë jam munduar dhe gjatë periudhës që Jozi erdhi shumë i ftohtë në shtëpinë e Big Brotherit që të isha suport shumë i madh për Loredanën në shtëpi dhe madje shpeshherë unë e kritikoja Jozin dhe shkoja në takime me Jozin, thjesht që ai të ndryshonte dhe të pranonte dhe të hidhte atë meri që i mbante Loredanës. Kështu që Lorin unë e dua shumë fort, është një vajzë shumë e mirë, kështu që nuk kam qenë në asnjë lloj momenti xhelozes, se nuk kam se të jem xheloze për Loredanën. Faleminderit. Edhe një gjë shumë të fundit. Shumë të shpejt. Të shpejt fare. Tani që Big Brother mbaroi, do të shohim në televizion apo në politikë? Unë jam
jam e sigurt që do jem duke bërë. Kjo ishte edhe pyetja ime, faleminderit. Cilat janë planet që ke tani Valbona? Unë shumë kërkesave dhe ofertave të politikës, si e di shumë mirë rrugtimin tim politik, si kundër se e di dhe rrugtimin tim në televizion, unë i kam thonë jo politikës shqiptare. Por jo që nuk do merrem, por që televizioni është primar për mua. Unë e dua profesionin tim, e dashuroj. Tani si një grua e fortë dhe televizioni është gjë. Je marrë në politikë dhe ke dhënë mesazhe shumë të forta dhe të kanë krahasuar me figura të ndryshme politike brenda Shqipërisë dhe jashtë. Me që është ditë Bajrami sot, mund të bësh një shtrëngim duarsh me shqipen diverjore që jeni? Ronaldo! Se po përtas! Nuk të tha që Valbona merret me lëndë narkotike është pronare e Ekuadorit. Të dashur të tha, mund ta kenë të gjithë. Si dy veriore, një shtrëngim duarsh Ronaldo, ti je i tmerrshëm për atë punën që bën. Unë uroj Shqipet të gëzuar Bajramin dhe gjithë shqiptarëve, vetëm shëndet, begati, në këtë ditë të shenjtë. Shqipja ka pasur një muaj sakrifice, sepse ka qenë me agjërim. Eduard Trokazi më shqipen, por ka pasur dhe momente që ndoshta me këto gjërat që vetëm Shqipja di t'i bëj. Okej, faleminderit Valbona. Unë të uroj shumë suksese, minutat me ty kaluan shumë shpejt, falenderojmë dhe opinionistët, Ronaldo, Shqipe, faleminderit, ne do të shihemi të dielën e ardhshme në orën 12:45, mos harroni të na ndiqni në YouTube dhe në rrjetet e tona sociale, deri atëherë ju uroj një javë të mbar. Gëzuar Bajramin.